Muslimani në ditë sotit, muslimani në ditë sotit ka shumë sprova, edhe ka shumë sfida të shumta. Sfida e parë është sfida e dyshimeve në fe. Se tash, çysh mund me hi dyshime? Hin dyshime të ato që për shembull ti ti ke ardhur prej një shoqërie, sa themi, ke ardhur nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria. Ka ardhur nga një shoqëri që në esencë ka qenë muslimane. Pastaj muslimanët janë largu prej fesë të Allahut më të madhe. Edhe ke ardhur ashtu me një shoqëri këtu, në këtë vend, e shet që ka zhvillim të lartë, ka organizim shumë të mirë të jetës, ka pastërti, ka shumë gjëra të mira, rend, qetësi, siguri, gjitha janë. Tash mund të fut dyshim fe, mos a thu shkak për ata të shijat ka qenë që na jemi musliman. Mos është kjo shkak. Mos shejtani mund me luftu me punë. Mos është shkak. Njeriu duhet me ditë me njoft fenë vet. Me ditë që muslimanët i shkaku pse ata i kanë punë të keq, është sepse janë largu prej fesë tyne. Sa që kapën muslimanët mirë për fenë tyne, i kanë punë të mirë. Ti nëse ke vizitu disa vende të muslimanëve jashtë vendeve tona, mund të pas çfarë zhvillimi të madh mirë, shkon në Saudi, shkon në Emirate. Hajde në Kuvajt atje ku jam, ka zhvillim shumë të madh. E nuk është do thotë Islami shkak i pravametorisë të vendeve tona, po mos praktikimi i fesë. Ajo është shkak edhe mos njohja e fesë. Kjo është do thotë njeriu të thotë mund të mos provu në besimin e tij. Të tani për shkak çfarë mund të mos provu pa për besim? Thotë që për shembull un jam në këtë vend, njerëzit janë fetarë heqë. Pesë janë fetarë. Edhe po përparoj. Atë po të formularë për fesë që me përparon jetën. As kjo nuk është arsye. Do të na pas kujdes që nuk bën shejtani më të mashtruar me mendu që këta kanë përparuar do thotë në botë për shkak të largimit nga feja. Ata janë larguar nga feja tyre e keqe. Nga feja tyre që kanë qenë rob të kishës. E keni pa do thotë ky vend thotë që ndoshta 50% e territorit të tij është pronë e kishës. Kanë qenë sepse këta kanë qenë rob të kishës. Rob të kishës ose prej freda. Edhe kur këta janë larguar prej kishës, edhe prej freve, edhe prej sundimit tyre që kanë qenë si tiranë ndaj tyre, ata kanë përparuar. Në atë moment kanë përparuar. Sa kanë qenë rob të kishës edhe të freve të devijuar, nuk kanë përparuar. Te muslimanët është e kundërta.